Pas akuzave lidhur me skandalin e mashtrimit me tenderat për Kolegjin e Europës, Federica Mogherini ka dhënë dorëheqjen si rektore. Në deklaratën e shpërndar, ajo nuk komentoi akuzat e ngritura nga prokurorët e Bashkimit Evropian. We just celebrated last week. Federica Mogherini dorëhiqet si rektore e Kolegjit për Europën, siç bëjnë të ditur mediat italiane pas vënies nën akuzë për mashtrime tenderat e këtij institucioni. Mogherini u dërgoi një mesazh me email stafit dhe studentëve të institucionit prestigjioz arsimor të Bryzhit, ku megjithatë nuk sqaron arsyet. Jam e bindur se komuniteti i kolegjit në të 3 kampuset tona do të vazhdoj rrugën e inovacionit dhe përsosmërisë që kemi hartuar së bashku gjatë këtyre 5 viteve të mrekullueshme. Krahas Bryzhit, Kolegji i Europës ka kampuse dhe në Varshavë dhe në Tiranë, i pari dhe i vetmi kampus për momentin jashtë territorit të Bashkimit Evropian i përruar më 16 tetor 2023, kur në Tiranë ndodheshin liderët pjesëmarrës të samitit Komunitetit Politik Evropian. Mogherini së bashku me dy zyrtarë të tjerë të lartë evropian pohetohen në liri për mashtrim, korrupsion me prokurimet, konflikt interesi dhe shkelje të sekretit profesional. Hetimet lidhen me dyshimet se Kolegji i Europës fitoi në shkelje të rregullave të konkurrencës përmes dienieve paraprake një tender për strehimin e kursantëve të Akademisë Diplomatike në vitin 2022 në Bryzh.